Të nderuar besimtarë, selamu alaikum wa rahmatullah. Ashtu edhe si një lemru, sot kemi nderin që mas 7 vite ligjerat, kështu po e them plot, ma thonë bindje dhe plot gojen, hoxha i parë që na viziton edhe na nderon, jo se s'kem pas mundësi me thirr hoxhallar tjerë, por ashtu ka qenë puna, ashtu kemi pas kushtet tona që mos më mujt me thirr hoxhallar nga jashtë, por i pari që ka ardhur për të na e ndru pak këtë atmosferë dhe për të na hieshu është hoxha Bekir Halimi nga Shkupi, Allah varujt. Dhe më thonë, el muarraf u la yuarraf, thonë fjala urtarabe, gjëja e njohur s'ka nevojë për të njoftu, sepse nifet, por ai që nuk e njeh, hoxha Bekir është i Shkupit, ka studiu në Jordani, më thonë fakultetin atje ka përfundu, është talebe apo ka qenë i Shekh Albanit, edhe unë e tham me plot dhe dije nëse dikush për shqiptarëve meriton me i thonë talebe i Shekh Albanit, po tham nëse e meriton, atëherë meriton ky hoxh. Lutë Allah në xhel që tash përblej, kam një respekt të veçantë për ta. E kum pas edhe vazhdoj ta kem mësues, edhe nuk u ngoraj me thonë këta edhe me i bën 100 vjet. E pranoj një gjë të tillë, kam përfituar dhe vazhdoj të përfitoj. Edhe përveç një hoxh është edhe një person, domethënë që meriton kështu respekt në sjelljen, edukatën e tij, si njeri fetar ashtu edhe kombëtar, po e them në këtë bindje, sepse edhe në kohën kur ka qenë koha jo mi majt vetëm në përmor armët, por edhe me i kap në dorë, e ka kallzu veten e vet edhe në Kosovë edhe në Maqedoni, atëherë kur disa trima të sodit, trima në thojza, sot dalin edhe rrehin gjyks, hoxha i nderuar ka qenë, domethënë për atyre që kanë prim, edhe kur kanë vakti me ndihmu këtë vend, edhe ka tregu patriotizëm, si në Kosovë ashtu në Maqedoni, duke qenë domethënë zavens komandanti i grupit ti, lutë Allahun që tash përblej për çdo hap që ka qit deri këtu që ka ardhur. Jam i nderuar sinqerisht edhe gjithashtu i emocionuar me këtë vizitë. Edhe unë vetëm çka foli vetë që kam frikë se e prishi karshiti për arsye se kur është dikush më i ditën të hupin muhabetet, fjalët, pa apshet sot s'po di me fol, siç era ditët që folsha shumë. Juve Zoti ju shpërblet edhe juve për pjesëmarrje,